Kjo e diel e katërt e kohës së Pashkëve është quajtur nga tradita e krishterë ndryshe edhe si e diela e Jezusit Bariut të Mirë, për arsye se në çdo të diel të katërt të Pashkëve bie gjithmonë ndonjë pjesë e kapitullit të 10 të Ungjillit të Shën Gjonit, ku Jezusi flet për vetveten si Bariu i mirë, si Bariu që e jep vetveten për shenjtrimin e grigjës së tij. E për këtë arsye në këtë diel kisha zakonisht i fton besimtarët në mbar botën që të luten për thirrje të shenjta. Të kemi parasysh se me fjalën thirrje, kisha nuk nënkupton vetëm thirrjet për jetën meshtarake apo rregulltare, por për çdo lloj ecjeje të krishterë në rrugën e përbashkët të gjithëve drejt shenjtërisë, ku njeriu për aq sa njeriu mund të kuptojë, përpiqet të kuptojë cila është vullnesa e Zotit në jetën e vet. Është shumë e rëndësishme që të jetë e qartë një vërtetë e tillë, që njeriu të mos e jetojë jetën siç e jetojnë të gjithë në përgjithësi, por ta jetojnë me përgjegjësi personale, me zgjedhje personale përballë Zotit në jetën e vet. Sa herë ne jetojmë duke mos pyetur as pak as veten tonë se çfarë duhet bëjnë në jetë. E mirisht, si të krishterë, situata bëhet edhe më rënd kur nuk pyesim as Zotin se çfarë dëshiron prej nesh në jetën tonë. E tham, bëhet fjalë për lutje për sa më shumë thirrje të shenjta në kishë të gjitha llojet e thirrjeve. Megjithatë, në këtë ditë duhet ta pranojmë se theksi zakonisht spostohet pak më shumë tek lutja për thirrjet në rrugën e meshtarisë dhe atë të jetës së kushtuar. Por në mënyrë që ta kuptojmë sa më mirë kriterin e duhur që një njeri duhet të përvetësojë për t'u kushtuar sa më mirë një ecje të tillë, le të shohim pak se çfarë na thon leximet e sotme dhe çfarë duan të na mësojnë ato. Leximi i parë i sotëm është marrë nga Veprat e Apostujve. E ndodh kështu gjatë gjithë kohës së Pashkëve, si thosh kisha dëshiron të na tregojë frytet e ngjalljes së Krishtit. E këto fryte prodhohen në mes të 1000 vështirësive, siç e shohim tek Veprat e Apostujve pra. Në leximin e parë është palja e Barnaba kësaj radhe, të cilët janë duke predikuar në një sinagogë të Antiokisë së Pisidisë. Predikimi i tyre duket sikur korri sukses, sepse thot teksti i tërë qyteti ngarendi për dëgjuar fjalën e Zotit. Por çuditërisht, të shtunën që pasoi nuk po korrin më atë njëjtin sukses, sepse filloi një përçarje mistershme në bashkësi. Kjo për shkak se disa judejnë kur pan gjithë atë popull që po shkonte pas tyre i zuri smira. I njëjti predikim, të njëjtat fjalë, e njëjta vërtet. Për dikën ishte bërë burim gëzimi e për dikën tjetër kishte qenë si një helm. Vetë historia na dëshmon se shpallja e Ungjillit në mënyrë të mistershme gjithmonë provokon përçarje. Cila është arsyeja? Vetë rreshtat që sapo dëgjuam na shpjegojnë arsyen. Smira. Smira që janë ka ajo që i verboka shumë njerëz, të cilët nuk duan ta pranojnë suksesin e shpalljes së ngjalljes së Krishtit. Nga ana tjetër, Samuel Johnson thoshte se kush ka smirë për tjetrin e pranon e përsinë e tij. Por Pali e Barnaba nuk shkurajohen përballë një fenomeni të tillë. Ata marrin vendimin që t'i drejtohen paganëve. E u thonë, me që ju nuk e pranoni fjalën tonë, ne do të drejtohemi paganëve. E ashtu bëjnë. Shohim pra se Shpirti i Shenjtë arrin në zemrën e atyre që këmbëngulin në shpalljen e Ungjillit të prodhojë rrugë të tjera për të shkuar tek bota. E keqja sado e madhe nuk e pengon hyjin që të veprojë. Kjo nuk e ligjeron smirën brenda nesh, sepse tham, ky ves i keq mund ta bëjë njeriu të vihet kundër shpalljes së të vërtetave, kundër shpalljes së Ungjillit, kundër shpalljes së ngjalljes së Krishtit, e kundër shpalljes së çdo lloji të vërtetë në jetë. Smira mund ta bëjë njeriu të pandijshëm ndaj zërit të hyjit në ndërgjegjen e tij. Dhe mirisht e ekspozon shumë ndaj ambicieve më të pashpirta e shumë të dëmshme, jo vetëm për individin, por edhe për shoqërinë mbar. Smira duhet të qëndrojë larg zemrave tona, e ne vazhdimisht mundemi dhe duhet ta kultivojmë mirësinë brenda nesh. Nëse hyj mund të nxjerrë një të mirë nga e keqja, imagjinoj sa shumë të mira ai mund të nxjerrë nga e mira. Duhet jemi të dëgjueshëm e të hapur ndaj Jezusit, Bariut tonë të mirë. Jezusi në fakt thot në Ungjillin e sotëm, dhe ente mia e dëgjojnë zërin tim. Nëse duhem të përdorim një metaforë, mund të themi se kur fjala e Zotit troket në jetën tonë, nëse smira na mbizotron, atëherë do të mbyllemi si ai i ri që përball ndonjë rreziku. Por nëse do të jemi në shpirt bujar, zemër hapur, atëherë do të çelim por si një lule, e cila i hapet ledhatimit të ëmbël të rrezeve të diellit. E fjala hyjt është ky diell i ngrohtë që dëshiron ta ndriçojë ta ushqejë jetën tonë. Na duhet feja e gjallë për të pranuar që Zoti me ngrohtësinë e tij e dritën e tij ta gjallërojë shpirtin tonë. Feja e gjallë u kërkoi edhe apostujve në fakt. E pjesa e Ungjillit të sotëm na tregon se fjalët e Jezusit nuk ishin edhe as të lehta për të kuptuar. Disa ishin shumë të lehta, por disa as pak jo. Për shembull në Ungjillin e sotëm thot Jezusi, "Dhënë të mia askush nuk do t'i rrëmbej prej dorës sime."
E, me njëherë pak më poshtë, pohon se askush nuk mund t'i rrëmbej nga dora e Atit, pra në dorën e kujt jemi, të Jezusit apo të Atit. Vetë Jezusi e shpjegon në fakt me njëherë ma poshtë kur thot unë dhe Ati jemi një. Apostujve u duhet të hapeshin ndaj besimit në një hy, po, të vetëm, por i cili është edhe trini. E prandaj duhej feja e gjallë për të pranuar ngrohtësinë e fjalëve të Jezusit në shpirt. E duke ju kthyer edhe një herë temës së thirrjeve për jetën meshtarake rregulltare, mund të shohim qartë se cili është kriteri bazë i një thirruri. Ky kriter është që ai të ketë një përvojë reale të fesë së gjallë në hyjin e gjallë. Patjetër duke pasur edhe një përvojë e një vizion të shëndosh krishter. E këtu njeriu është e mundur atëherë të përkushtohet një ecje të tillë, sepse e sheh si gjën më të natyrshme që të ndjekë Jezusin dhe ta dëgjojë zërin e tij. Por nuk ndodhi kjo përvojë, meshtaria ose jeta rregulltare do t'i duken çdo kujt si të pakuptimta. Për të lehtësuar kuptimin e një ide të tillë, po ju sjellim një histori nga përvojat e etërve të Shkretetirës. Etrit e Shkretetirës ishin disa murgjë, të cilët jetuan në shekullin e 4 në Egjipt. Të jashtëzakonshëm ishin këto njerëz, atletë të Krishtit në kuptimin e plotë të fjalës, dhe tërhiqeshin në Shkretir kur tashmë kishte përfunduar epoka e përndjekjeve dhe martirëve në Kish. Ato kërkonin një lloj tjetër martirizimit, pra një lloj tjetër dëshmie të fesë në mënyrë rrënjësore, duke u tërhequr në Shkretir, duke jetuar atje me një varfëri ekstreme e në lutje në pendes të madhe. Thuhet se një djalosh shkoi tek njëri prej këtyre etër për t'i kërkuar atij ta mësonte se si mund ta jetonte edhe ai jetën që bënin këto etër. Por ky para se të pranonte menjëherë të ishte mësuesi i tij shpirtëror, i tha: "Eja pas meje." Shkoi pas tij dhe u ndalën në brigjet e një lumi. Shenjti i kërkoi që të futeshin në ujë, e kur hyn në ujë i vuri dorën mbi kokë dhe i tha se kërkonte që ai të futej në ujë e të rrinte derisa ky do t'ia lejonte të dilte. Djaloshi u bind edhe pse i habitur. E mbajti ashtu në ujë, djaloshi filloi të bënte shenjë me dorë se donte të dilte, por ai nuk e nxirrte. Madje filloi të ushtronte pak lund për të mos e lënë të dilte, edhe kur ky filloi të ushtronte lund të dilte nga uji. Ma në fund, djaloshi i dha vetes dhe doli edhe plaku i mençur e lejoi, por donte ta kuptonte arsyeën e një sjellje të tillë kaq të çuditshme. I tha: "Çfarë bëre? Gati mu mor fryma." E njeriu i hyjit ju përgjigj: "Vetëm nëse e dëshiron hyjin ashtu siç e dëshirove ajrin kur ishe në ujë, atëherë do të mund të vish e të bësh jetën që po bëjon." Pra feja e gjallë, e cila bëhet si frymëmarrje, mund të na bëjë të përkushtohemi çdo lloj thirrje. Përndryshe, nëse nuk e kemi këtë lidhje të gjallë me hyjin, çdo thirrje do ta duket e vështirë e pa kuptim. E kjo lidhje e gjallë pastaj na zhyt edhe në prehjen e kishës, sado me vështirësi e me defekte që kisha mund të jetë, sepse aty pikërisht aty gjejmë me bollëk hiret e trinisë shenjtë. Prandaj të lutemi për thirrje të shenjta, për njerëz që ta lejojnë Jezu Krishtin bariu në mirë të flasë në ndërgjegjet e tyre.